Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur të përgatit një drek për dëshirën e fëmijëve, që ja vlen ta provoni edhe për dëshirën e fëmijëve t'juve, sepse padyshim që kanë qef edhe ata dhe pëlqejnë shumë. Krejt çka ju nevojiten janë pomfrita, i kom qit në tepsi, e shefni letrën për pjekje, pomfrita edhe këto sikur chicken nuggets që janë për nuggetsa në formë dinozaurave, e kom pjek në furrë temperaturë 220 gradë për 20 minuta. Në anën tjetër, e kom përgatit me parë sosin benchamel. E kom postus disa herës që është përgatiti, pra e merrni një lugë të gjellës me gjalp, e qet në tigan, mandej një lugë të gjellës mill, 1-2-3 minuta ka verdesni, shtoni 500 ml me qumsht, pak krip, pak biber të zi, edhe atë melmesën që është muskatnus, edhe e leni muzi pak, edhe e largoni prej shpëreti. Si shpeshefni, po ashtu na nevojiten 250 gram me mozzarella. Tash të bismillah fillojna me përgatitjen, shkon shpejt edhe shtepër e sheshme kur s'keni ide çka me përgatit. I morim tash pomfritat edhe i renditim në një tepsi. Furrën e kemi lëshu pra me nxehtë temperaturë 220 gradë. Edhe pse është e nxehtë, pasi që i kom pjek pra pomfritat në furrë. Pasi që i kemi rendit pomfritat në furrë, tash të morëm një thik edhe i ndojna këto si chicken nuggets që janë në thik. Pasi që i kemi qit pra edhe chicken nuggets, për mi tash të qesim sosin benchamel. Për mi, mishin ose chicken nuggets. Mbasi ja kemi qit edhe sosin benchamel, tash të bismillah ja qisim edhe djathin mozzarella. Nëse s'keni chicken nuggets pra kështu, mundeni edhe filet pulës që shikum përgatit për 3-4 dite, veç i preni nuk ka lidhje. Edhe me një herë e fusim tepsin në furrën e nxehur. Edhe tepsin e kemi hek prej furrës, kështu pra duket një drek fantastike, shumë e shishme, e lehtë përgatitje edhe një ide e shkëlqyer për juve motra që s'keni ide çka me përgatit për një drek, sidomos fëmijët e kanë pra qef, ja vlen t'i provoni, kom lënë pra temperaturë 220 gradë, pra për 15 minuta deri 20 minuta hiq më shumë. Tash të shikojna se si duken. Bismillah. Morëm një pjatë ku edhe i qesim një shije fantastike. Neve na baft mirë e juve po ashtu nëse e provoni. Mos e leni pa provu sepse ka mjo knaq. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni komentet e bukura. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them, miru pofshim.